Prej disa kohësh gati më shumë se 15 vite, Bleona Mata është zhdukur dhe nuk dihet asgjë. Për të folur se çfarë mund të ketë ndodhur realisht me fatin e Bleona Matës, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Eduard Mollaraj. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve që na jepni mundësi. Avokat, kemi ndonjë informacion se çfarë mund të ketë ndodhur realisht me Bleona Matën? Atëre, nëse ta fillojmë që nga momenti i parë i humbjes së Bleona Matës, kur ishte vajzë e vogël fare dhe kur kishte ëndrat që loste në oborin e familjes së saj, së bashku me kushërinë e saj në fshatin ku ajo jetonte, do të vërejmë se kishte disa momente jo të këndshme brenda familjes. Do të thosha kishte disa momente të këndshme sepse të dy bashkëshortët kishin një konflikt njëri me tjetrin. Pra, babai me nanën kishin një konflikt e cila po shkonte deri në zgjidhjen e martesës në prishjen e familjes. Momenti i dytë kishte të bënte me që dyshohet se mund ta ketë rrëmbyer Bleonën, është mbasi Bleona po loste me disa fëmijë të vegjël të moshës së saj, largohen nga banesa dhe shkojnë deri rreth 500 metra larg banesës. Shkojnë atje në një zonë ku zakonisht shkonin për të kullotur baktitë e tyre dhe për të kaluar kohën e lirë. Atje, si duket, mund të jetë ose pjesë e një hakmarrje ndërmjet bashkëshortit dhe bashkëshortes, ose mund të jetë një rrëmbim nga dikush tjetër që bëhej fjalë për një që ishte në Maqedoninë e Veriut, që dyshohej në atë kohë se mund të ishte në Maqedoninë e Veriut. Dhe që nga i moment kur fëmijët erdhën u kthyen në banesë dhe Bleona nuk u kthye më në banesë, dhe deri sot çështja e Bleonës është bërë shumë virale në të gjitha rrjetet sociale. Unë e kam trajtuar gati më tepër se 5-6 herë çështjen e Bleona Matës. Atëherë u lidhëm me shumë organizata, me shumë struktura policore, bile në një moment të caktuar ju bë dhe një ndërmjet një organizate jo fitimpruse, ju bë dhe një portret sipas ekspertit të kriminalistikës të një periudhe kohë caktuar, ku dyshohej se mund të ndodhej Bleona dhe për këtë u bë dhe një portret vizatimor me ndryshimin e saj dhe me të gjitha karakteristikat që pretendonte nana që kishte Bleona. Dhe u vajt në të shtetin perëndimor atje për ta gjetur Bleonën, por nuk u arrit të pikasej në momentin e duar në a ishte apo s'ishte Bleona. Dhe për të ka lëvizur jo vetëm shteti shqiptar, po ka lëvizur edhe mjaft shtete tjera, ku shteti shqiptar ka kërkuar ndihmë për të gjetur Bleonën, dhe deri sot të gjitha rezultatet kanë qenë të dobta, por ka një mister brenda. Dikush e mban këtë mister brenda vetes dhe nuk e tregon. Dhe kjo është ajo vështirësia më e madhe që ka familja, që nuk arrin dot jo vetëm familja, por dhe shoqëria që ta shpërthej të mister të vogël të zhdukjes së Bleonës. Them këtë mister sepse Bleonën nuk e përpju dhe u. Bleona ishte një vajzë e shkathët, e zgjuar dhe me disa karakteristika të veçanta si fëmijë i vogël që ishte, si vajzë shumë e zgjuar që ishte, dhe nuk është se u zhduk në pyll pa në gjunë. Bleonën e rrëmbeu dikush, po ky që rrëmbeu, që 1/3 e di këtë çështje,
nuk kërkon dhe nuk ka vullnetin dhe dashamirësinë e mirë që ta tregoj se ku strehohet dhe ku jeton Blona. Jam pyetur të gjithë, në atë kohë jam pyetur të gjithë, jo vetëm fëmijët e vegjël, por inspektorati i krimeve ka pyetur edhe njerëzit ku dyshohej se mund ta kishin rrëbyer Blonën. Por kërkimet ka qenë të vakta, ashtu siç kam shpjeguar dhe në ato raste kur ka pasur mundësi që të dalë në media dhe të flas për çështjen e Blon Amatës, kur në krah kam pasur dhe nënën e Blon Amatës dhe kam kërkuar që hetimet të bëheshin më thella. Ndërkohë që hetimet kanë qenë të cekta dhe versionet kanë qenë të ndryshme për çështjen e Blonës, do thosha ndryshme sepse dikush thoshte që Blona është në Malxhi, dikush thoshte që ka vajt në Itali, një version tjetër ishte që është në Angli, për të cilën u bën u shpërndan dhe shumë foto atje për hir të së vërtetës, me qëllimin e mirë për të ndihmuar jo vetëm familje, për të ndihmuar dhe këtë vajzë të vogël të mitur, e cila u rrëmbye, po dikush e pa në momentin e fundit kur është rrëmbyer kjo vajzë. E pa dikush që sot është në moshë 20 vjeçare, po them edhe më e madhe se 20 vjeç, dhe dikush brenda familjes së nënës së Blonës e di të vërtetën e kësaj ngjarje. Them e di të vërtetën sepse brenda familjes është diskutuar për humbjen e kësaj fëmije, ka qenë edhe një pjesë akmarrjes që diskutoi në atë kohë, sepse unë kam kërkuar, kam bërë shumë kërkime për çështjen e Blon Amatës, jo vetëm brenda territorit të zonës ku banonte Blona, por në bashkëpunim edhe me ekspertë të fushave të ndryshme, kemi kërkuar për gjurmët e Blonës dhe ka qenë e pamundur sepse është një dorë që e fsheh Blonën. Është një dorë që e fsheh dhe i ka sjell një vështirësi të jashtëzakonshme familjes së Blonës. I ka sjell një vështirësi, jo vetëm një vështirësi ekonomike, por i ka sjell edhe një mall. I ka sjell një shqetësim nënës, një depresion të jashtëzakonshëm me rrëmbimin e kësaj vajze, sepse të dy prindit tashmë janë divorcuar njëri me tjetrin, dhe nga ajo momenti i humbjes së Blonës dhe deri sot kanë kaluar shumë vite, janë fshehur shumë gjurmë, janë fshirë shumë fakte, do të thosha, të zhdukjes së Blonës, dhe sot Blona është rritur, është gjallë për hir të së vërtetës dhe ka shumë mistere brenda, të cilat një ditë bukur do dalin, por do t'jetë vonë për nënën, e cila nuk po rresht se e kërkuari këtë vajzë, sepse vetëm ajo po e kërkon. Askush nuk u ndje nga familja në momentin që humbi Blona, përveç nënës. Vetëm nëna ishte ajo që po e kërkonte me insistim nga momenti i humbjes deri më sot. Dhe vetë nëna ka nënvlerësuar disa prova dhe fakte të cilat ne ja kemi bërë të qarta që në momentin e parë nënës së Blonës. Një ndër to ka qenë dhe Hunata e vet, mamasë së Blonës, pra halla e Blonës, që mund të dinte diçka për çështjen e Blonës. Blona Amata është bërë një nga çështjet më të diskutuara në rrjetet televizive, në të gjitha emisionet e ndjeshme për fëmijë të vegjël, dhe ndryshimet e saj kuptohet sipas zhvillimit të saj historik dhe gjeografik, ajo ka ndryshuar dhe si qenie njerëzore, sepse nga mosha 5 vjeç, 6 vjeç që humbi Blona deri sot, Blona ka ndryshuar edhe në mënyrën e paraqitjes dhe prezantimit të saj. Për këtë duhet vetëm
ekspertë të fushave të ndryshme, të cilët duhet të bashkëpunojnë, duhet të rikthehet dhe një herë mjaft fort dhe me mjaft seriozitet çështjes së Bleonës, duke pyetur të gjithë dëshmitarët të cilët kanë qenë prezent në momentin e Bleonës për të vërtetuar dhe për të zbardhur një të vërtet e cila i rëndon mbi shpallua vetëm nënës së Bleonës. Ka pasur zënka mes të jëmës së Bleonës dhe babait të Bleonës. Ka pasur zënka edhe përpara humbjes së Bleonës, pra ka pas mosmarrveshje apo zënkat erdhën Po. pas humbjes? Jo, zënkat ndërmjet të dy bashkëshortëve kanë qenë të vazhdueshme në familjen e Bleonës dhe shkaku i humbjes së Bleonës ishte një nga motivet që çoi dhe në zgjidhjen dhe në divorcin e kësaj familje, sepse të dy filluan të akuzonin njëri tjetrin që ishe ti i pakujdesshëm ose isha unë i pakujdesshëm për humbjen dhe për moskujdesjen e Bleonës. Kjo unë mendoj, me sa unë e kam trajtuar këtë çështje, mendoj që kjo është edhe e paraprekatitur. Rrëmbimi i Bleonës ka qenë i paraprekatitur që një javë 10 ditë përpara. Dhe për këtë të thash sot mund ta dinë 2 deri 3 veta se ku ndodhet Bleona. Por për ta mbajtur të fshehtë është, unë do thosha që është pavësia e strukturave të shtetit shqiptar, të cilët do kanë arritur akoma të zbërthejnë ata 2-3 persona që dinë të vërtetën dhe mënyrën e skemës se si është rrëmbyer Bleona, ndërkohë që ata sot mund të dinë edhe se ku ndodhet Bleona dhe çfarë komunikimesh dhe marrëdhënies ka, por ndoshta nuk ka pasur dhe nuk ka një vullnet të mirë nga shteti shqiptar, nga organet e specializuara të krimit njerëzor, për të gjetur dhe për të zbuluar të vërtet e cila ka vite që është një plagë mjaft e rëndë për gjithë shoqërinë shqiptare, sepse humbja e një fëmije në një ditë me diell të bukur pa asnjë gjurmë është diçka mjaft e mistershme dhe tregon dhe një pavësi të organeve të krimit, të cilët nuk janë në gjendje që të vënë për të gjetur gjurmën e kësaj vajze të vitur, e cila u rrëmbye nga 2 veta ose 3 veta dyshohet, të cilët e morën dhe kaluan me ata në kufirit në atë moment. Pastaj pjesa tjetër është pjesë që është menaxhuar me qetësi nga ata që kanë rrëmbyer, derisa sot jemi në kushte mjaft të tjera, jemi kushte ku vetë nëna, edhe pse po rend mjaft për ta gjetur vajzën e saj, ndoshta dhe ajo mund të ketë marrë dhe një informacion ndoshta dhe më të gjerë për sa i përket çështjes së Bleonës, sepse u ngritën dhe shumë versione që Bleona është gjetur, Bleona është gjallë, Bleona është Angli, Bleona është në Itali, Bleonën e pam në Francë. Pra ka mjaft versione që hidhen ose thashë them naja për parjen dhe për gjetjen e kësaj vajze të mbitur, por deri më sot asgjë konkrete nuk ka për këtë vajzë, sepse të gjitha do të përfuthen me anë të ADN-s në fund fare, që dhe në qoftë se kjo vajzë ndofta është shitur, ndofta është çuar në një qendër, nuk dihet fati i kësaj, por dihet mjaft mirë që kjo është rrëmbyer nga 2 deri 3 veta. Dhe ndërkohë që aty kanë qenë rreth 6-7 veta që kanë qenë së bashku me Bleonën në momentin kur Bleona është rrëmbyer. Dhe nuk është parë në darkë, kur janë thirrur dhe fëmijët e tjerë, shokët dhe shoqjet e Bleonës që ishin komshi aty, dhe heshtja ka lënë mjaft për dëshiruar për sa i përket
pjesës dhe humbjes së Bleonës, e cila iku dhe nuk u kthye më, se si u rëmbye nga 2-3 persona, të ndofta unë do të thosha që duhet shtrënguar shumë babai Bleonës, ndofta dhe halla e Bleonës janë dy aktorë që për cilët kemi diskutuar dhe në emisionet e tjera, që ka kohë që është diskutuar, që mund të kenë një informacion të plot për çështjen e Bleonës, të cilët mund të dinë dhe fatin e kësaj vajze të mitur që sot është gati 25 vjeçe. Bazuar në gjithë informacionet që ju keni pasur ndër vite, çfarë besoni se ka ndodhur realisht? Pra besoni që është rrëmbyer dhe është dërguar diku jashtë, apo? Atëherë unë do të thosha që kjo është pjesë e një akmarrje që ka zona e Verilindjes, e Veriu do të thosha, për t'i shkaktuar një plan të rënd familjes së Bleon Amatës, kanë kurdisur rrëmbimin e kësaj vajze dhe pasaj me qenë se ky rrëmbim i kësaj vajze u bë shumë problem, doli në shumë media, ata si duket Afrika nuk e sollën më në momentet e para. Dhe duke mos e sjell më në ato momente, ata e vazhduan dhe diku pasaj mund ta kenë shitur të vajzë të vogël, ose mund ta kenë sistemuar dhe në një kolegj atje për të kryer shkollën dhe për mos u kthyer më në shtëpinë e saj të lindjes në Malsi ku jetonte familja e Bleon Amatës. Një nga versionet që është ngritur dhe atëherë ka qenë akmarrja. Dhe pjesa e dytë pasaj është pjesa e tërhetimit të gjëzgjallë që të mishit, e cila edhe kjo është nga ato variante e cila nuk është se mund të shmanget nga veprimtaria ose në aktiviteti i atit grupi kriminal i cili rëmbeu të vajzë të vogël, sepse atëherë dolën shumë gojdana që janë paguar kaq lek dhe janë paguar dhe këto shumë të mëdha për ta rëmbyer të vajzë dhe janë, nuk e di, janë shumë enigme në mes, të cilat thash, nëse do kishim një sektor shumë të zhvilluar të kriminalistikës për çështjet njerëzore, besoj se do ishte zbardhur, por atëherë u la shumë mastore çështja e Bleon Amatës. Ata që e dinin filluan ta groposin në shpirtin e tyre këtë informacion dhe sot jemi para një enigme mjaft të madhe ku çështja e Bleonës diskutohet në të gjitha rrjetet televizive shqiptare, por që nuk kemi asnjë rezultat konkret për sa i përket edhe pse u bën shumë, u investua në një kohë caktuar për të bërë shumë vizatime për ndryshime dhe për karakteristikat e Bleonës, të cilat i afruan deri në atë pikë sa mund të gjendesh edhe gjurmët e Bleonës, por pasaj u la masdore dhe kjo vazhdoi si një plag që ne jemi mësuar me këto tashi, me humbjet e fëmijëve dhe rrëmbimin e fëmijëve, dhe themi që e gjithë ngjarja mund të diskutohet vetëm 72 orë dhe pastaj ajo harrohet si ngjarje, sepse e zë radhën një ngjarje tjetër e cila mundet dhe ajo tjetë jo aq e rëndë sa çështja e kësaj fëmije, por që mbulon ngjarja zë ngjarjen dhe harrohet ngjarja e Bleon Amatës. Do thoshe që nëse do t'i futemi dhe me një seriozitet maksimal, me ekspert të fushës të kriminalistikës për sa i përket vizatimit, fotografisë dhe projektit të zhvillimit dhe karakteristikat e veçanta që kishte Bleon Amata, ne mund të arrijmë edhe ke gjurmët e saj, por duhet shumë punë dhe shumë kohë për të gjetur
dhe për të vajtur ke gjurma e Bleona Matës, ndërkohë që në momente para ishte shumë e lehtë për ta gjetur Bleona Matën. Kjo unë them që ka brenda shumë mistere dhe një ndër to është edhe vetë babai i cili unë besoj dhe shpresoj që mban diçka të fshehur brenda për sa i përket vajzës së tij Bleona Matës. Kush janë personat kyç të cilët e dinë se ku ndodhet Bleona Mata dhe a vazhdojnë ta dinë se ku ndodhet tani në dijenin tuaj? Atëre, në momentin e parë, unë e thash pak përpara që ishte halla e Bleonës e cila dinte diçka për sa i përket zhdukjes së Bleona Matës. Pastaj bëvon mund tjetë thash se nuk duhet ta përsëris mund tjetë edhe një hakmarrje ndërmjet burrit dhe gruas, pra babait dhe nënës së Bleona Matës. Dhe e treta është edhe një person që jetonte në Maqedoninë e Veriut që mund ta ketë rrëmbyer Bleona Matën për arsye të ndryshme. Të treja këto versione që unë sapo i thash, nëse do ishin marrë seriozisht në momente e para, të ishin gjendur dhe gjurmët e Bleona Matës. Por këta persona e lanë në heshtje të çështje dhe koha bëri punën e vet dhe sot jemi para një momenti ku shokët dhe shoqjet që ishin me Bleona Matën janë rritur, mund të jenë larguar nga qendrat e banuara atje ku jetonin së bashku me Bleonën. Hadha e vet është larguar dhe ajo ka krijuar familje, është larguar nga zona e ku jetonte dhe kështu që sot një pjesë e këtyre mbyllin gojën dhe thonë nuk na duhet neve më se çfarë ka ndodhur me Bleonën, sepse janë rritur dhe janë shumë më koshiencë, ndërkohë që në momente parë ishin fëmijë të vegjël dhe ishin shumë të brisht dhe mund ta tregonin me njerë të gjithë ngjarjen, ndërsa sot e kanë tepër të vështirë për të treguar se si ndodhi ngjarja, pa çka se ne e dim si ndodhi ngjarja deri tek zhdukja e Bleonës. Ne nuk dim pasaj se ku vajti Bleona, ku fjeti ata Bleona dhe më vonë pasaj se ku kaloi Bleona që pretendohet që ka kaluar kufiri shqiptar mbas 24 orëve dhe më vonë pasaj flitet që ka kaluar dhe zonën e Ballkanit. Këto janë ato versione dhe informacione që ne arritëm të grumbullonim në momentin e parë kur unë dilja në media dhe kisha një informacion dhe më vini një informacion mbi çështjen e Bleona Matës. Pastaj me largimin nga media edhe një pjesë e këtij informacioni u zbe dhe kështu që i ngeli në dorë vetëm nënës së Bleonës, e cila për hir të vërtetës nuk ka rendur se e kërkuari fëmijën e saj, por që akoma nuk ka arritur në gjurmët e Bleonës. Çfarë ka bërë përshtypje më shumë nga gjithë kjo ngjarje, pra një gjë që e veçoni nga gjithë informacionet që keni marrë dhe ju duket si gjë e mistershme prapë? Atëre, nga gjithë ky informacion që unë kam grumbulluar për sa i përket çështjes së Bleona Matës, më shumë përshtypje ka bërë çështja e hakmarrjes. Për t'i hapur një plak familjes, për ta trajtuar Bleonën si një karem për t'i hapur një plak nënës së Bleona Matës. Është njëra nga versionet. Një version tjetër ka të bëjë po me hakmarrjen ndërmjet marrëdhënieve të nënës Bleonës me të tretët dhe zhdukja e Bleonës është me të tretët, me kë keni fjalën, pra hakmarrje
Ndaj kujt? Aty Nga kush ndaj kujt? brenda familjes së Blonës. Brenda familjes së marrëdhënieve familjare ndërmjet burrit, gruas dhe kunatës. Pse Pra punata ka qenë motrës, konflikt? pra motrës së burrit, e cila ka qenë prezent në momentin e marrjes së Blonës ose në momentin që Blona doli për të shëtitur, që u largua nga banesa gati 500 metra. Kështu që ajo ka qenë prezent në atë moment dhe mund të di dhe ka parë diçka, të cilën më vonë pasaj nuk ka folur në momentin e parë, nuk ka folur në momentin e dytë, nuk ka qenë një zot inspektor i krimeve për ta zbërthyer të gjithë të ngjarje, është lënë në heshtje me pretendimin se do dali sot, do dali nesër, do ta sjellin nesër Blonën, do ta sjellin pas nesër. Ashtu siç e thash, është diskutuar në shumë media çështja e Blonës dhe ndofta është bërë si një presion në momentin e parë marrja e Blonës, por në momentin e dytë pasaj duke parë që është bërë një çështje problematike dhe mund të kapej në çështje kriminale, penale, atëre ata persona që e morën ka vendosur të mos e kthejnë Blonën dhe ta kthehen ndaj mamas së Blonës dhe të mbyllin gojën të gjithë pjesëtarët e tjerë, ata aktorë që e kanë ditur ose e dinë edhe sot kush e rëmbeu Blona Matë. Pra do thosha që janë shumë element brenda të cilët nuk ka arritur të zbërthejë dot policia kriminale. Ne bëm sa mundëm, u përpoqëm me të gjitha mundësitë, mjetet dhe kapacitetet që na u vënë dispozicion në atë moment. Ashtu si thash, u bë dhe portreti i Blonës nga ekspertë kriminalistikës nga shteti Britanisë Madhe dhe duke parë dhe momentet kur Blona ishte e vogël dhe nuk arritëm në gjurmët e fundit të Blonës, sepse erdhën shumë informacione të cilat e ngatronin vendodhjen e Blonës, e ngatronin variantet dhe versionet nga më ndryshme se ku mund ndodhi Blona. Ne kemi vajtur në disa nga ato informacione ku është ngritur versioni se ndodhi Blona dhe nuk kemi pikasur dhe nuk kemi konstatuar që Blona jetonte në këto vende. Kështu që vetëm sot mund ta di vetëm mundet ta di vetëm ish bashorti ose babai i Blonës. Mund të ketë një informacion. Avokata, ka pasur një moment që ju keni menduar se jeni shumë pranë gjetjes së Blona Matës? Ka pasur një moment kur ne kemi diskutuar në një media çështjen e Blonës dhe menduam në momentin që u bë dhe portreti i Blonës, ne menduam që nëpërmjet krahasimit të karakteristikave të Blonës, të përgatitura nga ekspert kriminalist në Anglia, pretenduam se vetëm shumë afër pikës së Blonës, por ndofta dhe u dekonspirua diçka, ndofta janë shumë variante brenda të cilat për hir të vërtetës ne nuk arritëm dot që ta gjenim Blonën dhe t'ia sillim nënës së Blonës. Pra, ose rolli informacioni, ose dikush nuk donte që të realizoj ky operacion për gjetjen e Blonës. Pra, ishin shumë element brenda të cilët e ngatronin
këtë situatë dhe deri sot jemi pa asnjë rezultat konkret për gjetjen e Bleon Amatës. Avokat, mendoni që ka shpresa për të gjetur Bleon Amata? Nëse ka një seriozitet, ka dhe një dashamirësi nga ata që sot janë vënë në lëvizje për gjetjen e Bleonës, sigurisht që Bleona gjendet. Por e para, e dyta pasaj, nëse dikush flet nga ata që e di se ku ndodhet Bleona dhe ai e ndihmon mjaft shtetin shqiptar për të vajtur për gjetur Bleonën. Kështu që nuk është një send ose se themu një element që e ka përpjellë dheu, por është diçka që e di dy veta. Dhe kur dy veta e dinë se ku ndodhet Bleona, është tepër e vështirë për ta mbajtur sekret për gjithjetër. Unë do të thoshe që duhet të flasin ata dy veta. Duhet të flasin ata dy veta që tregojnë se ku ndodhen dhe për ta mbyllur një herë mirë ngjarjen dhe situatën në cilën ndodhet familja e Bleon Amatës. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.